një investim tjetër shumë i rëndësishëm në një sektor po ashtu të rëndësishëm është edhe kompania CWP, e cila planifikon të ndërtoj ferma të paneleve diellore në Malin e Zi dhe ferma të mullimeve me erë në rajonin tonë. Pra në Shqipëri është një investim i cili parashikohet të shkojë rreth 500 milion euro vetëm për fermat e mullimeve me erë në vendin tonë. Mënyra se si do të funksionojë është sigurisht një bashkëfinancim i vetë kompanisë, ku kompania ka kërkuar jo vetëm financim nga institucione financiare ndërkombëtare, siç mund të jenë bankat zhvillimore, Bergji apo Banka Investime Europianeve, por kanë kërkuar që vetë financues, bashkëfinancues në këtë projekt të jetë dhe Komisioni Evropian, çka sigurisht po merret parasysh nga vetë komisioni. Ata në këto 2 ditë po bëjnë vizita në këto kompani për të parë konkretisht se cilat do të jenë angazhimet e vetë Komisionit Evropian, duke bashkëfinancuar projekte të tilla. Dhe një projekt tjetër shumë i rëndësishëm, i cili është në fushën e ekonomisë qarkulluese dhe dekarbonizimit industrial, është edhe financimi që do të bëhet nga kompania grupi Titan Cement, që është një zgjidhje për përdorimin e mbetjeve për të gjeneruar energji, ngrohje. Pra, në anglisht projekti quhet waste to heat. Pra, vetë mbetjet do të përdoren për të prodhuar energji. Ky është një projekt i cili parashikohet të jetë në shumën 53 milion euro dhe sigurisht që është një projekt shumë interesant sepse është i bazuar ose më saktë është i ndërtuar mbi parimet e ekonomisë qarkulluese dhe ekonomisë së gjelbër, që janë dhe koncepte të cilat ne sigurisht që në kuadrin e antarësimit në Bashkimin Evropian do duhet t'i përqafojmë dhe t'i përmbajemi standardeve të vendosura nga Bashkimi Evropian. 2 pika këtu për t'u ndalur pak, zonja Zëvendës Ministre. E para, sa kohë do të shtrihen këto projekte? Dhe e dyta, ju thatë që është bërë një thirrje praktikisht për këto projekte që do t'jenë pjesë e planit të ri të rritjes, por aktualisht që flasin dhe kush mund na dëgjojë, kompanitë të mëdha të cilat duan të investojnë, janë të mbyllura si aplikime, apo mund të ketë edhe gjatë kohës aplikime të reja? Atëherë, ky është një forum, mbase duhet ta theksojmë dhe është momenti për ta bërë, i cili do të, patjetër, ky është një forum i cili do të organizohet pra çdo vit. Ne do të krijojmë një traditë të organizimit të forumit të investimeve ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Të gjitha kompanitë të cilat ju përgjigjen thirrjes së Komisionit Evropian do të kenë mundësinë, siç dhe e patën gjatë forumit, siç ju thash, të bëjnë bisedime dhe të takohen me ato palë interesi të cilët do duan të bashkëfinancojnë investime të tilla. Pra, siç ju thash, janë investime që kanë vlera shumë të mëdha dhe kuptohet që do duhet të jenë 2-3 investitorë të mëdhenj për të bërë më pas realizimin e këtyre projekteve. Një prej tyre do të jetë dhe vetë Bashkimi Evropian. Sigurisht me organizimin e forumit gjatë vitit tjetër, dhe ky do të jetë një informacion i cili do të përcillet në vijimësi, do të bëhet një thirrje tjetër ku Bashkimi Evropian sërish do të marrë në konsiderat projekte të cilat janë në linjë me gjitha prioritetet strategjike që kanë vendet e Ballkanit Perëndimor, bashkërisht edhe me vendet e Unionit. Që nuk ka qenë pika e fundit, patjetër, kjo është vetëm një pikë fillimi dhe ne planifikojmë që këtë ta kthejmë në një traditë